Vallai edhe mirë e tha do që edhe Dosani ka thonë edhe shumë mirë kundrejt tyje. Që ka thonë kundrejt mete? Fal. Edhe do që ka pas shumë mirë që ti as edhe njëherë nuk e ki pëlqy as njënën prej vojzave që ti as edhe njëherë që edhe ti ki lujtë shumë mirë në atë pjesë. Ti e mendon? Edhe qëtu, nëse fjallët e Dolçës për ty janë shumë fakte, atëherë merr edhe qëto si fakt. Nalemi këto. Ti më thumu, unë e thëmë ty Dolçe, në atë rast e ka pas drejtë se ti shton 30 dhafe kur nuk është e nevojshme, kundër përgjigja jote është Dolçe ka pas drejtë sepse të ka akuzu ty që ti ke baloj me dy qikat. Po a pi jep drejt që aty, pëse s'pi jep drejt? Aja vlen me debatu me ty? Sinqerisht jo. Nëse kjo është kundër përgjigja jote, tregon për më. Klodin nuk mendoj që me këtë sjellje ki me fitu. Për një me. Qysh? Unë nuk mendoj që me këtë sjellje ki me fitu. Okej. Nëse ti kishe dish me konë që kjo ishe duft me konë shumë a herët, se që tash për një me je ka treguar shumë i keq. Si e mirë. Si e mirë sa i ka një. Urdhna? Sa mundësi se ke nevojë. Për mësime? A një desë mësona dhe unë ka dajnë. Dhe kur s'ka le perfekt. Kam për gjatë ti që ja pësëm tjerë që së respektojnë vetëm sepse ka një mendim ndryshe. Kjo është diçka shumë e çuditshme të them. Unë ka shpjegova shumë mirë pse unë e thash që ti nuk më respekton edhe nuk e thash që e kini kundër menim, ty të kom venon me menu që unë e thom ato se ti nuk e ki mendimin e njëjtë. Realisht veç e thash se ti dëshove në mu si njëri, ti po thu edhe unë nuk kom dëshu në shoqëni. Po, dhe tha që unë s'po të respektoj se po flas me mikrofon. Qysh? Tha që unë se po flasune me mikrofon kur ti e kin tokë. Thash që s'po të respektoj? No, nuk e thash. Dishka qështu. Jo, nuk e thash, as dishka qështu, as sen. Unë e thash edhe fakti që nuk harron me mojt mikrofonit e goja, po më tregon që për një me i ka i kushton shumë rëndësi që se e gjoje. Kur mu për një me as edhe një sekund nuk më ka shku menja me kap mikrofonin. Kur të pova ty me mikrofonin dur e pova që jemi është në tokë, edhe e kapa. E ku qëndron problemi? Që unë jom të fol që të bisit për me fol me ty edhe jo për me një tjertë. Më fal. A janë të fjetë këta të shumë, nëse unë e marrë mikrofonin se s'po du me më thonë kujdes ose kontrolla. Edhe jemi të pas një bashkëpesitim cilit unë jam të i kushtu rëndësi. Ndoshta është edhe një gjaj mirë që Rëndësi për çka? Më fal, a ja fillove ti me më pyet diçka? Nuk jam unë që kërkova, Eliona. Po, unë fillova me pyet diçka se realisht isha në menime edhe për një me që ajo gjo thjesht nuk ka bo as edhe një sens në botën teme edhe thjeshta me ta marrë menimin tonë. Po, e ku përfundume? Që unë, një sekund, kur ti flet, nuk ma le hapësirë më përgjigje. Unë të thash, s'ke nevojë me shtu 30 dhafe për një gjë ku na mund na me bë pyetje përgjigje shumë më shkurt, shumë më shpejt. Ti më the, atëherë pe marrim për bazë edhe faktin që Dolçe të ka thënë që ti ke baloj me mua me Jo, Benitën. vetë sekond, ti më the mu, Klod vishim me not, që unë mas pari mu së më pëlqen qasja, ti pishton 30 lafe kur unë dej sot e kum bu që cana ti kur s'ka pengu, tash ja ka nis me pengu, kjo është mënyra e folmës teme. Ta ceka rastin, se e bane pak si tepër, Kjo është edhe në mënyra e shtrove folmës pyetjen teme. në mënyrë ndryshe 3 herë. E çka shtova që tash në mënyrë të ndryshme 3 herë? Më fal, herën e fundit edhe të parën e përsërit të njëjtën pyetje, edhe unë më arsyetu. Cëllën pyetje? Çato që bane. Cëllën Unë thash, më fal, qëndrojmë te fakti që unë të thash ty, s'ke nevojë me shtu 30 dhafe. Jo, të qëndrojmë te fakti që unë nuk kum shtu 30 dhafe, po thjesht kum fol, që folet gjë. Okej, përgjigje kështu. Pse u përgjigje me kundër përgjigje sikur Dolçe ka drejt kur më akuzon mua që unë kam baloj me femra. Mas pari, ti mundesh me vlerësu faktin që unë për një me jam ka t'i sqaroj çdo sene. Eliona, ti, nëse më thon mu, mos i shto 2 fjali, unë them se jam të i shtu. Përgjigja jote ishte, Dolçe ka pas drejt, o ka thënë që ti ke baloj me 2 femra.
Jo, nuk e thash ashtu, thash, okej, nëse që tu ka pas do të që drejt, atëherë pse nëse Atë ka pas drejt the. do me thonë, Shumë mirë din çu ka pas the. drejt edhe për Po. diçka tjetër, Okej. thash se ka fol edhe për ty shumë. E më pyeta çka, e ti the, kur ka thonë që ti ke baluar me dy femra, do të thonë ti e merr atë gjë si kundër përgjigje, ndaj një pjesë shumë thjesht që unë thash s'ke nevojë me ishtu 30 lafe. Okej, e ty pse tu ka duk që unë i kum shtry 30 lafe? Realisht për mua një pyetje shumë thjesht e zgjatë pak si tepër. Kur gjë më shumë, si shatu as nuk është arsye debati, as kur gjë thjesht atë ka një nuk detaj. vendos për shembull me marr më shumë si vlerësim se si acarim, domethënë si një gjë e Çfarë keqe, më mëre? ajo mund të më kon edhe një gjë e mirë. A unë Se ndjeva me keq? dikon tjetër, A unë ndjeva keq? po tash edhe me thonë unë ndjeva keq është gabim, kështu që ju nuk u ndjeva Okej, keq. po e boni ti? Mos Okej, po një sekond, bezdiqe. e boni ti? E bone? Çka? A mendon që i shtove do llafet që nuk ishin nevojshme? Jo, nuk e mendoj. Pse nuk u përgjigje, nuk shtova asgjë, po më dëgjo? Përgjigja jote ishte Dolce, ka pas drejt, pe marrin për bazë edhe faktin që ai ka thënë se pas ka drejt edhe aty. E vish një sekond, tash ti a je ka mundosh me sqaru diçka, a je në luftë me mua? Në luftë për shka sepse po të përgjigjem? Nuk Jo, jam as në asnjë se luftë. as Po edhe njëherë flasim. nuk i folin këtë mënyrë me mua. Eliona nuk po kuptoj ku po që apo të ofendoj? Jo. Apo të mungoj respekt? Jemi të Te- bashkë bisedu. Deri diku ku të mungova respekt? Pe deri sa ti prap ma hedhe një herë një akuzë me fjalë dolçe, sikur unë kam baloj me ty me Benitën. Cili është të Jo, mungu ata respekt? akuz realisht ta ka bu Benita me disprojmet, nuk ta kumbu unë. Okej, po të Ta flasim kumbu unë e ti. unë ku ma përpara. Okej, pse po flasim për tjetë, po nuk po flet për veten. Se Atëherë- qitë ti prej gojës tone. Atëherë, unë po thonë, Klodi shumë thjesht, nëse që kjo është për ty realitet, atëherë pse nuk janë edhe fjalët e tjera të sajna për ty realitet? Pse se po të konvenon që kjo fjallë me kun realitet? Nuk po kuptoj pse me përzi situata tjera, Edhe thjesht të një unë përgjigje nuk po që më kuptoj, dhash ty. okej, edhe unë nuk po kuptoj pse ty tash ti u ka djeg që ajo ka të shumë, edhe ti mundesh më Ata përgjigj që po veç, ndjek, edhe ti mundesh vetë fakti që je ka stër diskuton, normal se edhe kundër ti përgjigja kishe jote është jashtë logjikës. edhe ti kishe mujt shumë thjesht veç më përgjigj me ju. Kështu. Qëndro. E, Masi ti Eliona, po preç si dush me përgjigje mësu, për mi. jo, dush me mësu që nëse je ty fol për një temë caktume, me ngelte tema caktume, përderisa ti përfshin të fakte tjera, Po, normalisht aty që ki unë do të drejt. përgjigjem edhe për atë gjë tjetër. Po, aty ki drejt. Amo, për një me që stomak i thonë shumë shpesh, që unë mos me zgat, ose me t'lanë me full, ajo është ma shumë, E që shumë thema herë që s'ta kam thonë kur, tash ta pas kam thonë shumë shpesh. ti m'ki thonë mu klot shumë shpesh, lem të flas, më len të flas, Po. më len të flas. Po. E që unë i shtroj, Ti thet kam thonë mos e zgat. jo më se zgat, ti e ki thonë, do me thonë, ti e ki thonë, më let flas, ti se le me full, ashtu tash ti, mos e zgat, ajo është në fjalët mija, në Okej, e pse fjallën the tem. para një minuti the që s'ta kam thonë kur? Po më pengon vetëm tash? Vallaj, që unë i shtoj 30 lafe pa nevojshme, ashtu s'ma ki thonë kur. Ti m'ki thonë më let flas. Okej, nëse ti din që nuk e ban çka të pengoj, Urna? nëse ti din që nuk është ashtu çka të pengojnë, Po më pengon fakti që nuk i ka vlerëson që për një me jëm ka ti sqaroj senet. Edhe jom ka munona, ti e ka qenë senet? edhe jom ka munona me të okej. kuptu edhe ty. A është qëllimi jot me sqaru diçka? Me ty, po. Okej. Nëse qëllimi jot është me sqaru me diçka, me dikant, me një person cilin ti e vlerëson, pse më thon mu, me këtë cilë s'ki me fitu, edhe jetu si dhe shumë keq, edhe jetu mungu respekt deri diko. Për një bashkë bisedim që jemi tu pos, në cilin unë as nuk po të ofendoj, as nuk po të qoj, as nuk po të mungoj respekt. Jo, Thjesht po. po përgjigjem edhe po flasim. Kjo është prap tendenca e njëjtë. No, Sa po e bone edhe një herë. As Beso. edhe një grim. Po e bone. Qysh është edhe një grim. As edhe një grim, se përderisa ja nisa une, edhe për një E, me... nuk, kur shanis nuk ka vlerë që ka the, Jo, edhe përderisa fjalët që ja the nisa janë shumë une, qarta. Përderisa ja nisa une ja nisa për një me, edhe e mora guximin me fol me ty, Po, për një gjë okej. që për një besit që ka mujt me kalu shumë ndryshe, edhe Po, të më qasja falë, jote, qa nuk po kalon po, mirë, s'po qasja kuptoj, jemi jote- të full. o Klodi, shtu s'ki fol kur me Pa mu. jemi të këshirë se cili vetën e vetë. A po të shoj, Eliona? Jo. Jo, A jam po të nuk- të ofendu? Po thjesht po më habit fakti që ti edhe në shumë mirë që edhe unë e di me bukë si lloj biseda. Edhe unë e di mi gjetë njerëz penga se m'jau kap një gjë dhe Eliona, se më të kap ku gjajmë të full me me ato që ti po argumentue me flet. bu.
Po për një me nuk jam të full me ty në kuadrë të lojës, sa ndiqka me dalë Po ma Eliona mirë jena se të ti. pas një bashkë president, jam nuk po të kuptoj full- ku është problemi. Unë jam të full... O, Klodi, unë e kuptoj që... Se ti prap, a di çka i të priti? No, jo, unë thjesht një san, për një me kam, unë e kuptoj që ti je ka do me këqy lojën e krejt, ama Nuk për kem të një me këqy nuk e lojën, jemi nisa të folë që për një bisedë që situatë dash. shumë të qartë. Ama për një me nuk e nisa që bisedë që dash për cili po del fitus prej qëse bisedë. Unë thjesht ishta me kuptu, Jemi të bashkëbisedu, Eliona. Apo eshe, kush e këshyr? Loj, kush e këshyr? No, Ata përmena unë me herë. lojen e këqyrti në momentin që ti munduash me pa tjetër me mëzon mu gabim. Që shto, Qysh me vetë mëson gabim? fakti që ti dej sot s'ki bu që si loj biseda me mu, e tani pi bën, tani në momentin që ti po më shemu si lojtare, kjo do me thonë që të loj biseda i bën ti E tash prap është problem që unë ty po që si lojtare. Jo, A ti nuk pse pankohesh? është. Jo, nuk është. Po ti Po pankohesh. po thom që jom habit se s'jom mësu hala. Je si mësu. A di pse je? A di që është je mësu ti? Hajt, thuje që Ti me mu je mësu, me të mbështetën çdo rast, edhe kur e ke pas gabim me pa gabimin sa më të vogël, E kur e kum me të pas mbrojtë gabim? gjithmonë për i tjerëve. E kur e kum pasu në gabim që ti e pas ke bu ma të vogël? Me mu. Jo, a folë me tjertë, për tjertë. A the që une, kur unë të ku mbroj ty edhe ti ki bu gabime edhe unë ti ku bu ma të vogla. Jo, unë e gabime thash me në raport me mu, Aha, Edhe në ishin, raport me ty. 3 pjesë ndryshe, apo 1, 2, 3. Herën tjetër i numroj 1, 2, 3, më falë. Thjesht po të thëmë, shumë Unë po raste. pëso kloti, 1, 2, 3, tash te unë Po ju se po bashkë mbra pa metë nësë jam. Kush tha mërë, unë e thash seriozisht se i thash te për shpejt, e ndoshta mundet më duk si një fjalë e njëjtë, por realisht ishte 3 pjesë, më falë. Qa ta thash, kur qa tjetër. Nëse do me marrë këto përkeq, mere përkeq, unë e ta thash sinqerisht. E mora shumë për keq tash. Reagimi të regon. Eliona, unë jem mësu, Wow. Haj? jem mësu, me pas shumë mbështetje, është kjo është pjesë në krejtë rregull gjithçka. Por momenti që E unë ti s'ki pas mbështetje? lutem Eliona, përderisa unë e ti po kemi një bashkëbisedim, edhe unë e ty nuk po të pungoj respekt, nuk po të ofendoj, nuk po të shoj, të lutem, mos e ki qasjen, nuk jam su kështu, po mungon respekt deri diko, ose No. më kundër përgjigj me fakte që nuk kanë bërë me situatën në cilën na po diskutojmë, apo kupton? Veç një sekund. Unë e nisa që të bisedë shumë thjesht, okej? Pa jena tu folë thjesht, Me më një falë. pyetje shumë thjesht, okej? Po? Edhe normal që po më habit pak që kjo qasje, po it's okej. Se di që kam të të bo. Cila është qasja ndryshe? Klodi që shto nuk i... Unë po ta thonë prapë që shto nuk i full kur me mu edhe it's okej. Unë e kum bu vetë që situata i ka Që s'kemi folë kur na vetë kena pas debate. Po në qëtë mënyrë kur. Qëfar mënyre? Po që shto po thamë, Të ftoft? edhe të ftoft, po. Edhe Okej. edhe pa kuptim dhe qysha, mo... Qysh pa kuptim? Më falë, pse pa kuptim? Pa kuptim dhe, Çka pa kuptim? po kështu pa kuptim. Çka pa kuptim? Po unë Shqip jom ka foli, vlla. Po çka është pa kuptim? Se ti e the si detaj, domethënë edhe një analizë për diçka, po realisht s'po kuptoj kur, po lypi shpjegim. Çka është pa kuptim? Pa kuptim për njëri tjetrin. Po pse pa kuptim kur na po bashkëbisedojmë? O Klodi, na a jem ka bashkëbisedojmë, a jem ka folim një situatë se dhe jem ka mundu me sqaru se une... Prapë se prapë quhet bashkëbisedim. Po bashkëbisedimi është një mundet me ku një bisedë. E një kjo çka sqarim e është? ka një qëllim. Kjo çka është? Unë e nisa si sqarim, ti e vazhdove si bashkëbisedim. Se Fal, dy persona kur flasin njëri me tjetrin çka është? A është bashkëbisedim? Po, a është qëllimi një sqarim? Okej, vazhdo A fal. jo? Po nëse Pa- mbrin, Jo, që për një me e cike një sanë shumë mirë, a është qëllimi jëtë një sqarim? po tash nëse mbrin Apo një jo? sqarim, unë nuk du me mbrin një sqarim me zor si që mendon ti që du të me mbrin një sqarim, apo kupton? Okej. Po unë ti tham mendimet e mia, ti thu mendimet tua. Nëse ti arrin një sqarim, është sukses. Përndryshe, nuk muj me detyru asnjëri me pas mendimet e tjetrit. Jo, e vetë me ato që në mëj me bua, është me pas kuptim, përsa në që pithu, Po? ose me mendu. Unë mune mu mundu me kuptu, po nëse është diçka që Nuk arri me kuptu. për mu, të lutem, unë të thash, unë mune me kuptu, edhe nëse kuptoj, po prapë se prapë nuk i përshtatet realitetit tem,
nuk mund ta kem të njëjtin mendim. Po ju, patjetër që ju. Po të njëjtin gjë më ka mundoj edhe unë që thash. Okej, pra po unë asnjëherë nuk thash ty që e pa kuptim diçka. Se unë të thash, unë e nisa dhe thash unë ka ngelin kry që ajo. Përderisa diçka më ngelin kry, unë realisht jam ka du me kuptu qysht ka rrjedh që ajo. Okej? Edhe normal që në momentin që ti thu diçka që për mu nuk qëndron as pak, edhe unë ta thoj mendimin tim. Tash ti sa e merr për bazë sa jo, se sa i përshtatet realitetit tonë, ajo është një gjë tjetër. Okej, e nisë sqarimin tu kërku 2 herë falje. Për 2 gjëra ndryshme. Po. Okej. Përderisa ti e nis në atë mënyrë, por prej personi tjetër prapë se prapë nuk gjen mirëpritje totale për atë kërkim falje ose për ato sjellje ose fjalë që ke thonë. Pse prej aty cek fakte ose argumente që nuk kanë bëjnë me këtë situatë, siç bane me pjesën e Dolçes. Sepse ti e cekë Dolçen, okay. Po unë e ceka për një gjë shumë thjesht, kurse ti e ceka për diçka për cilën ti mund ke akuzuar 1 muaj e gjys, për cilën ti më ke thonë 100.000 herë që ke reflektuar, për cilën ke thonë kur të ndjej kam me të kërku falje, e prapë sot e ceke. Unë për shembull, nëse për një gjë. Zoti haja Klot, për një me e kam shumë e lodhshme. Nalo, po. E lodhshme? Na se si unë ka kom kry për çdo lojra fjalë për çdo. Nuk jam të bërë, nuk është lojë fjalë, jam të fol shumë qartë, besoj. Unë thjesht po të them, përderisa unë them ty, e kam kuptuar që e kam bënë gabim, edhe kur të ndjej kam kërku falje, unë atë gjë nuk ta përmeni hiç. Ti vazhdon e përmend si kundër argument. Kur e kupton? Ti sa po e përmend këtu? Edhe e bane sot në lavanderi edhe ke bë para 2 ditë. Kjo tregon se kush është tu luajtë, kush nuk është tu luajtë. Ti je tu luajtë në këtë rast. Jo, unë ty të kum pyetën në lavanderi, ai ka ja aprovon. Okej. Për faktin që nuk fole. Kur e kum bë më përpara? Nice, e bane që tash të flasim 3 Kur e kjo bën bisedë. edhe më përpara, se ti po mi cek 3 situata unë s'pi deshna. Më falë që ti më ke akuzu mu që kam bërë me këtë pjesë, sa herë ke botin tonë gjatë tonë rrugtimit tonë? Orna? Sa herë më ke akuzu mu që po bajloj unë me ty? Kur ka përfundu kjo epizod, para 1 muaj, mëse me kur ka hedha i dyshim, kur e kum hedha para i dyshim 2 ditë. Kur? Herë në funi që kemi pas një debat vogël. Prap ma ke bo. Kur ta kum bo? Tash unë e moj mend kur? Po s'pe mojnë mend, valla. Okej, po shkoj të vëj mall, po i lypi orën në cilën e kemi pas debatin e fundit edhe po të tregoj. Unë thjesht po të them. Për sa pak çka? Po shkojnë të vlloj mall. Pak respekt? Jo. A mos mungova respekt prap? Atë shava? Atë ofendova? O libre burr, se nuk janë krejt çto, nuk është krejt jeta lojra fjalësh, Klodi. Nuk është lojë fjalë që Jona. Ti, kur ty nuk të pëlqen, diçka, ti anis, jo lojra fjalësh, jo kështu ashtu. Prap se prap tendenca shihet. Unë thjesht po të them për një gjë, cilën unë e kërkoj falje dhe them që jam di këtë që i kam bërë, që ndoshta të kam bërë dëm, edhe kam me të kërku falje kur ta ndjej të arsyeshme, kur ta ndjej unë mirë, me në shpirt, ti atë gjë nuk e cek kur ma. E kjo tregon për ty e jo për mu. E unë kur ta kum cek o zotni? E cek e qëtash, të pjesë Dolçes. Unë e lidha, jo si një gjë që unë e mendoj, po nëse për ty qaq fjallët e saj ju në kun amen, atëre pëse si jonë kun edhe fjallë kundër teja, apo veç o katë përshtatet, jo në katë përshtatet fjallë kundër meje. Që ka që po, ati ndaq me nëzër bisht, ndaq me nëzër bisht, nuk për nëzëri asë bisht, Eliona. Mos daq, rre, unë po të thonë qyshe ku marë, unë po të thonë qyshe ku thonë, ta shtyja përshtatet ajo, është shumë mirë. Unë po të thonë natën e mirë se tendenca jo të ka shqyet shumë kjartë, unë pasha zoti nuk ta nisa që të besit për nesën të keqe. Mos kene bëj me babi, po tash do me i ba publikun me kuptu që ti realisht ishte vetëm sharime, tash do me unë qitë mu si kur unë dashtë debat. Unë fula me ty, nuk fula me publik, për derisa se po tas mikrofonit e goja, ajo fula pet shumë për mu, okej? Se unë e bona për ty, edhe për veti këtë besit, për mundimir, se raportin e kum pas me ty, edhe me veten, nuk e kum pas me publik. Që të raport e kum pas me ty, edhe ti që kum akuzon mu, edhe po thu, jetu full për publik. Eliona, jetu, më falë, nuk e di, qka po të cek mikrofonat. Ti po thu, ti e qka po të cek mikrofonat? Qka po të me nëzirë me këtë pjesë? Po veç për faktin që ti po më thu mu, une, ti me akuzove mu që tash që unë jam të e botë që të sërëm për publik. Mikrofoni jam ko që të... Asë që më ka shku me anja... No, a ta shu që jetu bosarimi për publik? Kush ta që jetu bosarimi për publik? Që jetu shvizu që të besit për publik, a the? Jo, unë e thash... Qka the, hajtë? Unë e thash, fakti që ti e përmen, atë gjonë që dole që ka thonë, që është një realitet që na dy e kemi diskutu disa herë,
do të kemi bërë në konkluzionin që ajo nuk ka qenë lojë, për të thjesht e ceke, si kundër argument ku unë ty thash që dol që ka pas drejt që kështu 30 Gjithçka dafe. veç çështu se the. Ai gjithçka nuk e the, ti e përmend publikun. Edhe unë ta thash, që unë që të bisit nuk jem përmendje para publikun kur e më tha ti e ke mikrofonin në dorë. E unë të thash ku qëndron problemin e sonë mikrofonin e kam në dorë. Nuk po shoh diçka që jam të u bë gabim ndaj teje në këtë bisedë. Unë ta ceka, tash ti apo do me sille me pështjell. S'po si edhe pështjell kur gjallë. Bëne, unë po ta them. Po problemin e sonë kam mikrofonin. Jo përderisa ti më thu që unë po shit që ti tu ndjet diçysh në sekret në këtë pjesë. Plot veç se kanë presion. Me qëto se janë nuk më bëjnë. Që ti... Bëllë Eliona me të bëjë presion hesh nuk është my intention, beson, në këtë rast. Thjesht që ti dole jashtë temës totalisht, dole. Unë prapë se prapë isha të folë për bisedën tonë, ti ceke diçka për cilën tim ke kërku falje, për cilën ke thonë që keme kërku falje në më falë. Jo, nuk ta cek që, a pëshep do me thonë, a pëshep veç në sekund, a pëshep do me thonë, ku do me dalë ti. Unë ta thash shumë mirë që unë ta mora si një shembull, nëse për një me krejt fjallët e soja, jo në kuna minë për ty, nëse fjallët e soja, nëse fjallët e soja për ty po pra, nëse qëto fjallë, nëse fjallët kundre e Elionës, ko kanë kundre realitet, atëherë pëse fjallët kundre Klodit nuk jo kundre realitet. Te kjo pjesë nuk ta qetë, lene, deri në finale me mu më sumerë. Ja, nuk ma qetë se ti e super lojtar. Unë bashkë bisedoj me ty, të respektoj. Unë që së qare me ty e bëj jashtë. Edhe nuk shoj, shohim. Unë me ty, as nuk të shava, as nuk të ofendova, as nuk mungova respekt. Okej? Përderi sa ti cek të pjesë tjera, si kundër përgjigje, kjo është të më tregu për ty. Ti mujtë shumë thjesht me vazhdu së qarimin, përderi sa unë e thjesht thash, s'ki nevoj me zgjat asë se për pyetjen, bjeri ma shkurt. E thash, pas ka pas drejt kur po thonë që ashtu. Po, Klodi, normal që fakti që ti nuk je ka vlerëson, nuk je ka vlerëson, fakti që nuk je ka vlerëson, jo tim se mu. Dhe më ti kështu s'ki me fitu, jetu busil keq me mu, deri dikoni të mungo respekt, më falë, unë e ty kur të mungova respekt. Në momentin që unë jom ka bëj një sëqarem edhe jom ka marrë guximin, mu shprej edhe me full me ty. Jemi banur, Eliona. Po normal o Klod se adin për çka guximin, se mas pari du t'i ush me pas guxim për me pranu gabimin tonë, mas pari. Normal, ti e qunë guxim, sepse e din që jetu nisë si fajtore. Se realisht, kur ti e ke di që nuk ke faj, nuk e ke pas hiç problem me marrë guxim me full me dikant. O Klodi, kur ti se din se ki faj dhe dikun edhe nuk kërkon falje, kështu që nonsens. Normal që e kum pa vetën dhe dikun në faj, për derisa kum kërku falje. Pse nuk të surprizon? Se Eliona kiamet. Qysh? Se Eliona kiamet, pse nuk të surprizon? Po, kiamet, mos e ma keq. S'tash as gjatë t'il. E pse nuk të surprizoj, pra? Nuk më surprizon, sepse po të thamë që shumë raste, kur ti e ke pas sa do pak drejten, e ke nisë me njëherë, po kur ti e fajtore, e ke shumë të vështirë me folë me një person. Sepse din që ke ba diçka gabim. Ama për këtë arsye unë po të thamë, unë për kontrazi, jam një person që kur ka bën diçka, e nëse vren atë gabim, me njëherë shkon e sqaron me atë person, hala pa e bën mundi keq. Nëse e ban kur ai person mundi keq, është pak vonë, por pse prapë e baj. Nuk kam nevojë për guxim as për kurrë, thjesht e baj sepse është njerëzore. Ani po unë të përgëzoj mas pari për faktin që ti kuptoj që për një me e kam, gabimet e tua shumë shpejt, po mu më vin pak kohë me mendu, okej? Edhe unë e mendoj se nuk janë nisi një sqarim pa e pos një konkluzion të vetja ose me kuptu a jom gabim as janë. Normal, mu se më vjen ditë për me kuptu që kam gabu. Edhe ditë? Po. Mos mungova prap respekt? Unë me kanë si ti e këshyri mirë raportin që shukon. Se i kam pas gjitha të rritat e botës, me kanë krejt tjetër person me ty, e prap se prap nuk e kam bon, sepse i kam ndje që ashtu në mënyrë njerëzore. Faleminderit. Si pa më fletë, me ndi vetën mirë. E unë e këta kam bërë gjithmonë.
Po, valla, ki fletë si qenë, çdo natë.